إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Gjalla Gjalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtarë, Islami është i mbushur me tregime të mrekullueshme, të cilat neve na dhanë mësime dhe siharitje në mënyrë që përmirësohemi, ta përmirësojmë rrugën tonë drejt Zotit Gjalla Gjalalu. Transmetohet në ethere nga librat islame që Isa alayhi salam, pejgamberi i Zotit, një ditë prej ditëve po dëshiron që të shkojmë në një fshat të caktuar. Gjatë rrugtimit, një njeri po don ta shoqërojë Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, pejgamberi i urtë i Zotit, njeriu i mençur, e lejoi shoqëruesin që të shoqërohet me të. Gjatë rrugës i mor 3 copa buk me veti. Njërin ja dha shoqëruesit, njërin e nali për veti dhe njërin e la në mënyrë që t'ju gjendet kohë pas kohe gjatë rrugtimit. Kur Isa alayhi salam u largua nga shoqëruesi i tij për nevojat e tij, dhe kur u kthye, nuk e gjeti copën e bukës. Dhe i tha shoqëruesit: "Kush e mor copën e bukës?" Tha: "Wallahi, tha, unë ju." Isa alayhi salam nuk e ngacmoi. E vazhdon rrugtimin, gjithsesi erdhën në një lum i cili nuk ishte urë, ndërsa dëshironin që ta kalonin lumin. Isa alayhi salam ju drejtua Allah, tha: "Allah, na i mundsa ta kalojmë lumin." Edhe erdhi shpallja që hec për mi lum se nuk lëshon, me gjithë shoqëruesin tonë. Hecën për mi lum, Allahu ja mundsoi. Zoti fuqishëm, fuqi plot, ja mundson robit e tij të gjitha, i thën ligjet e tij që i ka vendosur për robrit e tij të dashur. Kur dolën maton lumit, Isa alayhi salam e pyeti shoqëruesin, tha: "Pash Allahun që ta mundsoj ta me ecë mbi lum dhe e pakit mrekulli të Zotit. Kush e mor, tha, copën e bukës?" Tha: "Unë ju." Në rregull. E vazhdon rrugtimin e tyre derisa u ulën në një vend për të bëshuar, dhe Isa alayhi salam po ashën një drenush me të voglin e saj, e thirrit të voglin e saj. E morën, e pregaditën, e pjekën për të ngrënë. Hangrën sa dështën dhe në fund tha: "O Allah, po të lutem, tha, që ta kthesh në gjendje që ka qenë, mënyrë që të kthehet te nana e saj." Edhe u kthyi Allah Gjalla wa Ala, e kthej sepse është i plot fuqishëm. Është Allahu ai i cili jep jetë dhe vdekje, e ringjall kënd don, e vdes kënd don. Pastaj pi drejtohet shoqëruesit dhe pi thot: "Pash Allahun, tha, i cili ta mundsoj, tha, me pakit mrekulli me sytë e tu. Kush e mor, tha, copën e bukës?" Tha: "Unë ju." Në rregull. Kur e vazhdon prap rrugtimin dhe u ul Isa në një vend, në një transmetim thuhet që e ka shndruar një kodër me ari. Ndërsa në një transmetim thuhet që e ka marrë një copë të madhe nga rëra, nga lloçi, dhe i ka lutur Allahun, Allah shndroje në ari. Dhe ka shndruar në ari. Pasi që e ka shndruar Allahu Gjalla wa Ala në ari, Isa alayhi salam i tha: "Këtë copë do e ndaj në 3 pjesë. Një pjesë, tha, do e ndaj për veti, një pjesë ty, tha, edhe një pjesë atij, tha, që e ka hangër dhe e ka marrë copën e bukës, tha, unë." Me njëherë reagoj. Te dynjaja reagoj me njëherë. Ta mere krejt, ta mere ik. Ergo. Se ti se meriton me qenë shoqëruesi pejgamberit. Largohu, tha. Gjatë rrugës i takoj 2 plaçketës të rrugëve, 2 hajna.
Dhe po dojnë me mbyt me amar arin. Tha, e ndajmë tha për gjys, tha, pse tha më bo, tha, trazina, e ndajmë tha për gjys. Tha edhe festojmë, tha në regull. Tha kush po shkon me ble pije në mënyrë që ta festojmë, shoqëruesi i sa, tha unë po shkoj. Gjatë rrugës, me ndën tha, t'ja vqes do helëm, tha në pije, e i mes prape mararin vetë. Dërsa këta hajnat me ndonin dha, kur të ktheje për mysmi, e marmi arin. Kur u kthyje ky shoqëruesi, e mbytën plaçkitësit dhe po fillojnë ta festojnë, e pitën pijen dhe vdishën të tret, arin vet. Pas disa ditëve Isa alayhi salam kaloi me havarijunët, me shokët e tij dhe i po dhe tha, ju tha shokët vet, kjo është ta dynjaja. Kjo tha është dynjaja. Vrapojnë tha për te, mbytën për te, edhe në fund e lanë krejt. Edhe në fund, krejt e lanë, asë një s'ka me marrë me veti. Këtë të regim në e mësimet në dhaje dhe dashër lezën. Sepse Allahu Gjelle wa Ala thot, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Allahu thot, kini me ardhë veç e veç, një ka një, ashtu si që ju kum kriju herën e parë. Një ka një jeni dalë në dynja, se cili vetë ka dalë në dynja, që ashtu kini me ardhë të Zoti. Pasaj thot, وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. E ato që javë kemë dhuru në juve kini me lanë krejtë. Thot Allah, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dynjaja thosht për dikën loj, për dikën dëfrim, për dikën mburje për pasuri dhe për evlad. Kemathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله جل وعلا tha, sikur se bima e cila zhvillohet e ma gjeps bujkin edhe pas një kohë thahet, vyshket, tretet, bëhet asgjë, s'ka vlerë, kështu është dynjaja tek Zoti Jalla wa Ala. وفي الآخرة مغفرة من الله ورضوان. Në ahiret ka falje për Allahut, për robërit e tij, dhe kënaqësia e Zotit është mbi ta, edhe ka dëshkim të rëndë për njerëzit të cilët vrapojnë për dynjan dhe e harrojnë ahiretin krejt. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Edhe dynjaja nuk është se vetëm për jetim mashtrues të Zotit. Ilumi ai i cili Allah Jalla wa Ala ja ka dhënë dinin, imanin dhe din se si me i balancu gjanat. Ilumja i cili Allah ja ka dhënë dinin, imanin, ja ka dhënë pasurin, e ai me të pasurin e ti, ju ndihmon të tjerëve, i del dim jetimit, i del dim atij që ka nevojë, pasurin e ti e bën bashkë për ta fituar ahiretin e ti, e ka plot në mesin tonë, alhamdulillah. Prej këtyre duhet me marrë mësim, dhe jo prej këtij i cili e ka marrë arin në mënyrë të gabuar, po e la krejt edhe e hupi dynjan e tij dhe ahiretin e tij. Mësimi tjetër të dashur vëllezër, gënjeshtra i ka kam të shkurtra. Nuk mundet njeriu me gënjy gjën stop, sepse gënjeshtra e dërgon njeriu në gjuna, gjunoha e dërgon njeriu në hidhrimin e Zotit dhe pastaj në xhenem. Nuk mundesh me gënjye Allahu Jalla wa Ala, asnjë pejgamber të Zotit s'mund të me gënjye, dinte fillimisht Isau që ky e ka marr bukën, po nuk e pranonte. Gënjeshtra i ka kam të shkurtra, po fundin e ka të keq. Andaj bëhuni të sinqert në raport me njëri tjetrin, sepse i sinqerti e dërgon njeriu te vepra mirë, e vepra mirë e dërgon njeriu te mëshira e Allahut, e mëshira e Allahut e dërgon njeriu në xhenet. Pastaj dashur vëllezër, mësimi që na jep ky tregim është që dikush për pak parë e shet fenë e tij. Për pak parë, për një të mirë, të vogël të dynjas, e shet dinjitetin e tij, fenë e tij, moralin e tij, etikën e tij, njerëzillakun e tij, fytyrën e tij. E ky na mëson që ai që e shet fenë e tij, dinjitetin e tij, përfundimi nuk e ka të lumtur. Mësimi tjetër, harami ta thën qafën. Harami ja thën qafën njeriu. Sepse një njeri i cili mësohet me haram edhe mendon që është duke jetu lumtur, dihet që përfundimi është shkatërrues. Sepse harami ja thej qafën këtij njeriu.
Për arsye se mendonte në mënyrë të palejuar ta grabit atë copë, duke mbyty të tjerët, duke i gënjur pejgamberët, duke gënjur veten e tij, mirë po në fund harami bëu shkak që ai ta them qafën e tij. Andaj të dashur vëllezër, të ruhemi nga ngrënia haram, nga pasuria haram, nga gjërat të cilat janë të ndaluara për arsye se mund të na kushtojnë në veten tonë, në familjen tonë, në rrethin ku jetojmë. Të dashur vëllezër, dobia tjetër që është shumë e rëndësishme, shikoj kompenzim për shok. Shoku i keq nuk mundet më u shoqëru me pejgamberin. S'mundet më shoqëru. Sepse Isa tha ik, si e tha ti me qenë shok i pejgamberëve, me shkru pastaj në listë që ky u ka shok i pejgamberit. Andaj shikoni kompenzimi për shok. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'u fi dini khalilihi, njeri është në fenë e shokut të tij. Falyanzur al mar' man yukhalliluhu. Shikon njeriu kompenzim për shok. Shoku i mirë tret në vepra të mira, ndalon nga veprat e liga. Shoku i keq tret në të këqija dhe në gjëra të cilat të çojnë ka e keqja dhe pastaj mundet me qenë fatalitet për ty. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tusahib illa mu'mina, mos e zën shok vetëm besimtarin. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dhe mos ta han ty bukën vetëm njeriu i devotshëm. La tusahib illa mu'mina, mos e bësh shok gjithmonë Allah. Kush del rrugë me bësh shok. Illa mu'min, po thotë Resulullah, vetëm besimtarin. Vetëm besimtarin, sepse njeriu në fenë e shokut të tij. Andaj, të dashur vëllezër, ky tregim neve duhet na mësime, ti marrim këto mësime, ti përvetsojmë, të bëhemi prej atyre njerëzve që jemi shoqërues të mirë, të bëhemi prej atyre njerëzve që e lënë gënjeshtën dhe folmi vetëm me sinqeritet, të jemi të dinjitetshëm, të mos shitemi për pak në mënyrë që ta humbim dinjitetin ton, as për pak, as për shumë, as për dynjan krejt, po të jetojmë me parime të shëndosha të dinit Zotit, sepse ai që jeton me parime ja sheh hajrin vetja e tij, familja e tij, shteti i tij. Për ndryshe ata që s'kan parime, ata e humbin veten e tij, shoqërinë edhe shtetin e shet në mujt për arsye se ajo është që veç për veti don ai. E ky tregim na tregon që njeriu duhet të jeton me parime, me vdek me parime, kur del para Allahut azza wa jall me meritum mëshirën e tij, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na bëjë prej atyre njerëzve që ja kanë frikën Zotit. Allahu xhalla wa ala të na mësoj të jemi të sinqertë, të jemi prej atyre robëve që Allah është i kënaqur me neve, jo prej atyre që Allah azza wa jalla është i hidhur me ta, jashtë prej atyre që janë të humbur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.